A është sonte nata e kadrit, Allahu të shpërbleft. Amin, Allahu ju rujt edhe ju. Mësë shumë të shpresohet tjetë në natën e 27. Gjithsesi, ne jemi në 10 netëshin e fundit Ramazanit dhe e kërkojmë në këto net, në njërën për këtyre netëve është. Po mësë shumë të pra kërkohet në natën e 27. Allahu ju rujt. Po që në trego kur është nata e kadrit, natën e 26 a 27. Shpresohet mësë shumë të jetë në natën e 27. Pra që i bie nesër mbrëma. Sonte është nata 26, nesër dita 26, në mbrëmje nata 27. Nata është para ditës. Allahu i rujt. Allahu na mundësof të arrim natën e kadrit. Të falemi dhe dalim prej muajit Ramazanit me gjunahet falura. Amin. Selam aleikum wa rahmetullah hoq. Më prishet wudu nëse derdh gjak. Wa aleikum assalam wa rahmetullah. Pra u vrave dhe doli gjak. Nuk prishet abtesi. Zoti i rujt. Dua të agjeroj në natën e kadrit, a më quhet hoxh? Një ditë të agjerosh quhet inshallah. Ama normal, besimtarja obligohet me agjeru krejt muajin. Ama ai që agjeron një ditë është më mirë se ai që nuk agjeron fare. Allahu ju rujt dhe ju dhon të mirësi. Gjithsesi unë e këshilloj çdo njërin që nuk ka agjeru deri më sot, t'i agjeroj këto ditë që kanë bet. Ku i dihet Allahu i lartësuar e mëshiron dhe bën pjesë të atyre që i liron prej zjarrit të xhenemit. Zoti na boft prej atyre që dalin prej këtij muaji me gjunahet falura. Amin. Selam aleikum hoxha, ka qenë mbram natë teke, o aleikum assalam, rahmetullah. Po, mbram ka qenë nata 25, sonte është nata 26, nesër nata 27. Allahu ju rujt dhe ju dhon të mirësi. Selam aleikum hoxha, është sonte nata e kadrit, Zoti të rujt. O aleikum assalam, rahmetullah. Ne jemi në kërkim të natës kadrit. Është në 10 netëshin e fundit. Mësë shumë të shpresohet jetë në natën e 27, pra që i bi nesër mbrama, gjithsesi ne jemi në kërkim të saj. Allahu na mundësof të arim, Allahu na mundësof të falemi natën e kadrit. Kush falet natën e kadrit duke besuar dhe shpresuar, i falen atij mëkatet që ka bërë më parë. Duke besu Allahun e lartësuar, me thonë la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah. Nuk ka zot që meriton të adhurohet me të drejtë përveç Allahut. Muhammedi është i dërguar i tij. Pra me e thonë me bindje të plotë se ka botë tjetër, ka xhennet, ka xhehenem, që me fitu mirësit e faljes në natën e kadrit. Allahu i rujt. Selam aleikum, a prishet agjerimin në qoftë se jemi në gjumë, thot dhe bëjmë urinën. Aleikum selam, rahmetullah. Zoti ta lehtësoft, nuk prishet agjerimi. Allahu të rujt. Selam aleikum hoxh, kur i bje me uçu me fal tehajjud, sot pas orës 12 apo nesër me 16 pas orës 12? Aleikum assalam, rahmetullah. Me uçu sot edhe nesër, mashallah, mirësi është. Allahu i rujt. Gjithsesi, për natë katri, ne shpresojmë të jetë në natën e 27. Pra nesër mbrëma. Ama ne e kërkojmë këtë 10 netësh të fundit, kështu që sot, nesër, në vazhdim, pra çohu 1/3 e fundit të natës, subhanallah, Allahu i lartësuar vjen hadith, zbret me qiellin e dynjas. Pra në 1/3 e fundit të natës. Dhe thot, a ka dikush që më lutet dhe t'i përgjigjem? A ka dikush që më kërkon dhe t'i jap? A ka dikush që kërkon falje dhe ta fal? Kështu kuptohet për një hadithi. Prandaj, lum për atë njeri që shfrytëzon 1/3 e fundit natës me lutje. Allahu na bof për atyre që luten dhe u pranohen lutjet. Amin. Si funksionon nata e kadrit? Pra duhet të fillojmë të agjerojmë që tani darkë apo nesër në mëngjes? Nesër në orën 4:19 përafërsisht, pra ndalon ushqimin, pijet dhe deri në iftar, pra në orën 17:55 minuta. Pra njeriu ndalet nga ushqimi, pija dhe marrëdhëniet intime. Në rregull, agjerojmë pra. Allahu i rujt, Allahu na lehtësoft dhe na e pranoft. Selam aleikum hoxha, Allahu të shpërbleft, lutem, mund të më thuash si ta mbaj natën e kadrit, jam fillestar. Wa aleikum assalam, rahmetullah. Allahu të rujt, Allahu të dhon të mirësi. Atëherë për gjithë ata të cilët duan të agjerojnë, pra ditën që t'i gjejnë nata e kadrit agjerueshëm, e fillojnë agjerojnë nesër, pra nga ora 4:19 minuta, flas gjithmonë për Shqipërinë, përafërsisht, pra fillojnë agjerimin deri në orën 17:55 minuta, aty pra çelin. Nuk ha, nuk pi asgjë. Pra nga syfyri deri në iftar, nuk ha, nuk pi dhe normal largohesh marrëdhënieve intime. Allahu i rujt.
Ky pra normal shfrytëzoje me namaz, me fal namaz, me lexu Kur'an, me bë vepra të mira, me bë lutje, Allahu ju rujt. Amin. Selam aleikum. Namazi i natës katrit, falet në takbir të 16-s apo 17-s? Wa aleikum assalam wa rahmatullah. Ne në gjithë të net e fundit të Ramazanit falim namaz nate. Pra edhe me datë 16, falet namaz nate në takbir, edhe me datë 17. Ama për ata që duan të falen natë kadri, pra shpresohet që nata e kadrit tjetë në natën e 27. Pra namaz nate në takbir të 17-s. Allahu ju rujt. Amin. Pra 17 marsi 2026, Zoti ju rujt. Selam aleikum hoxha, është sonte nata e kadrit, Zoti të rujt. Wa aleikum assalam wa rahmatullah. Ne jemi në kërkim të natës kadrit. Është në 10 netën e fundit. Më shumë ti shpresohet të jetë në natën e 27, pra që i bi nesër mbrëma. Gjithsesi ne jemi në kërkim të saj. Allahu na mundësoft të arim, Allahu na mundësoft të falemi natën e kadrit. Kush falet natën e kadrit duke besuar dhe shpresuar, i falen atij mëkatet që ka bërë më parë. Duke besu Allahun e lartësuar, me thonë la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah. Nuk ka zot që meriton të adhurohet me të drejtë përveç Allahut. Muhamedi është i dërguar i tij. Pra me e thonë me bindje të plotë se ka botë tjetër, ka xhennet, ka xhehenem, që me fitu mirësit e faljes në natën e kadrit. Allahu ju rujt. Dua të agjeroj në natën e kadrit, a më quhet hoxh? Një ditë të agjerosh quhet inshallah. Ama normal, besimtarja obligohet me agjeru krejt muajin. Ama ai që agjeron një ditë është më mirë se ai që nuk agjeron fare. Allahu ju rujt dhe ju dhënë mirësi. Gjithsesi unë e këshilloj çdo njërin që nuk ka agjeru deri më sot, ti agjeroj këto ditë që kanë bet, ku i dihet Allahu i lartësuar e mëshiron dhe bën pjesë të atyre që i liron prej zjarrit të xhehenemit. Zoti na boft prej atyre që dalin prej këtij muaji me gjunahet falura. Amin. Selam aleikum hoxh, unë nuk agjeroj dot këto ditë, sepse jam e sëmur. A më falet kjo? Wa aleikum assalam wa rahmatullah. Përderisa je sëmur, ke arsye. Elus Allahun e lartësuar që të të shëroj, elus Zotin e gjithësisë që të jetë pastrim. Këto ditë që nuk agjeron, i kompenson pas Ramazanit i agjeron, por ti mund të falësh namaz, ti mund të bësh lutje. Pra dhe fal namaz, lutesh, i shfrytëzon këto net me lexim Kur'ani, me lutje, pra vazhdon. Ndërsa për sa i përket agjerimit, përderisa je sëmur, pra këto ditë i kompenson pas Ramazanit. Allahu ju rujt, Allahu ju dhon të mirësi. Amin. Hoxh, kur falet namazi natës sot në xhaminë e namazgjas? Në orën 2:15 inshallah. Allahu ju rujt. Selam aleikum hoxh, dua të falem për herë të parë në xhami, por nuk di shumë të falem. Ka ndonjë problem? Wa aleikum assalam wa rahmatullah. Wallahi nuk ka asnjë problem. Allahu ta mundësoft. Vetëm shkon në xhami. Me kalimin e kohës mëson. Nuk ka asnjë problem. Gjithë nuk kemi ditë. Me kalimin e kohës mëson. Avash. Masha Allah, elus Allahun e lartësuar që të ta mundësoj. Namazi është lidhja e robit me Zotin e gjithësisë. Është qetësim për shpirtin. Është qetësim për shpirtin e njeriut. Dhe patjetër, namazi, pra kur njeriu është në sejdë, është vendi ku është më pranë krijuesit gjithësisë. Dhe profeti ynë sallallahu alaihi wasallam na nxit që t'i shtojmë lutjet aty. Prandaj është hapi më i bukur që merr në jetën tënde. Allahu ta mundësoft dhe Zoti ta mundësoft që vazhdimisht me fal namaz. Amin. Do me thonë duhet me agjeru të 2 ditët, se për shembull nesër, masi të falim teravit, vazhdon nata e kadrit. Wallahi e mira është me agjeru krejt muajin e Ramazanit, e kemi obligim. Ama ai që do me agjeru, pra për natë kadri, agjeroj këto ditë të fundit. Ai që do me agjeru, thot, mëgjej nata e kadrit agjerueshëm, atëherë, agjero nesër, pra 16 mars 2026, në mënyrë që të gjej nata e 27, se nata është para ditës, të gjej agjerueshëm, pra nata e kadrit, inshallah. Allahu ju rujt. A është sonte nata e kadrit, Allahu të shpërbleft. Amin, Allahu ju rujt edhe ju. Mësë shumë të shpresohet tjetë në natën e 27. Gjithsesi, ne jemi në 10 netëshin e fundit Ramazanit, dhe e kërkojmë në këto net, në njërën për këtyre netve është. Po mësë shumë ti, pra kërkohet në natën e 27. Allahu ju rujt. Selam aleikum, përderisa nuk di me lexu Kur'an në gjuhën arabe, a kam shpërblim që e lexoj në shqip? Wa aleikum assalam wa rahmatullah. Po inshallah, sepse ti po angazhohesh me kuptimin e fjalëve të Allahut të lartësuar.
Shpërblehesh inshallah. Në çfarë do lloj gjuhe pra të lexosh kuptimin e fjalëve të Allahut të lartësuar, shpërblehesh. Allahu i rujt, Allahu ta mundësoft që ta lexosh edhe ashtu siç ka zbrit prej të madhit Zot, sepse ka një shpërblim specifik. Pra një shkronjë me 10 sevape. Gjithsesi, ti lexon shqip, pra elu Zotin e gjatësisë që të shpërblej. Allahu i rujt. A i quhet djalit tim 10 vjeç të agjeroj për natën e kadrit hoxh? Po inshallah. A i nuk e ka detyrë agjerimin, ama nëse agjeron shpërblehet. Allahu i rujt, Allahu i dhon të mirësi. Dhe masha Allah, unë e këshilloj çdo prind që t'i nxis fëmijët, edhe pse se kanë detyrë, ama t'i nxis t'i mësoj me agjerimin. Në mënyrë që kur të arrin moshën, ta kenë tepër të lehtë agjerimin. Allahu i rujt. Hoxh na trego kur është nata e kadrit, natën e 26 a 27. Shpresohet më së shumti të jetë në natën e 27. Pra që i bie nesër mbrëmë. Sonte është nata 26, nesër dita 26, në mbrëmje nata 27. Nata është para ditës. Allahu i rujt. Allahu na mundësoft të arrim natën e katrit. Të falemi dhe dalim prej muajit Ramazanit me gjunahet falura. Amin. Isha agjerueshëm, por volla 1 orë para iftarit. Çfarë ndodh me atë ditë agjerimi? Respekt edhe për ju. Elus Allahun e lartësuar që t'ju pranoj agjerimin. Nëse ndodh që ke vjell pa dashje, agjerimi është në rregull, vazhdon agjerimi. Allahu i rujt dhe ju pranoft. Amin. Hoxh, nesër kam për të bërë ca analiza, se kam qenë së mur. A bëhet të mbaj agjerim nesër? Po. Analizat e gjakut nuk e prishin agjerimin. Po ashtu, edhe kontrollet pra që mund të bësh nuk e prishin agjerimin. Përderisa ti nuk ha dhe nuk pi diçka. Zoti i rujt. Allahu ju shëroft dhe qoft pastrim e ngritje gradash për ju. Amin. Çfarë duhet të bëjmë në natën e kadrit? Ka një lutje specifike? Patjetër. Në natën e kadrit shfrytëzoje me namaz, me fal namaz. Dhe që të arrish mirësitë e kësaj nate, nevojitet besimi. Sepse profeti a.s. thot, kush falet natën e kadrit, duke besuar dhe shpresuar, i falen atij mëkatet që ka bërë më parë. Pra, me besu Allahun e lartësuar, me besu dhe me pasu profetin Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të. Me thonë, la ilaha illallah, Muhammedun Rasulullah. Nuk ka Zot që meriton të adhurohet përveç Allahut, Muhammedi është i dërguar i tij. Pastaj lutje specifike, profeti a.s. i mësoi Aishes, bashkëshortes së tij, një lutje që ta bonte për natën e kadrit. Me thonë, Allahumme inneka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Allah, ti e falës e do faljen, më fal mua. Boje këtë lutje shpesh. Në gjithë tonet. Allahu ju rujt. Amin. A lejohet me fal namaz nate pas namazit të vitrit, nëse e kam fal vitrin kur kam falur namaz nate. Allahu ju rujt. Ndodh që tani në Ramazan, për shembull, dikush fal taravit me imamin derisa të përfundoj, pra edhe vitrin. Në mënyrë që pra të shpërblehet sikur është fal gjithë natën. Pastaj natën do me fal namaz nate. Fal nuk ka problem, ka pas prej të parëve të ummetit që falnin, pra edhe pasi kishin fal vitrin, ndodhte që çoheshin dhe falnin namaz nate, pra nuk ka asnjë problem inshallah. Allahu i rujt. Jam thot shtatzan 5 muajshe. Kam qef të agjeroj natën e kadrit. Am lejohet? Po. Ka shumë gra që janë shtatzana edhe agjerojnë. Pra gruaja shtatzan ka lehtësim për të, nëse nuk e përballon dot agjerimin, ka mundësi me e prish. Ama agjeron. Shpërblehesh inshallah. Allahu i rujt, Allahu ta lehtësof shtatzanin dhe lut Zotin e gjatësisë që fëmia juaj të vi begat. Amin. Selam aleikum hoxh, Allahu të shpërbleft. Lutem, mund të më thuash si ta mbaj natën e kadrit, jam fillestar. Wa aleikum assalam wa rahmatullah. Allahu të rujt. Allahu të dhon të mirësi. Atëherë për gjithë ata të cilët duan të agjerojnë, pra ditën që t'i gjejnë nata e kadrit agjerueshëm, e fillojnë agjerojnë nesër, pra nga ora 4 e 19 minuta, flas gjithmonë për Shqipërinë, pra afërsisht, pra fillojnë agjerimin deri në orën 17:55 minuta. Aty pra çelin. Nuk ha, nuk pi asgjë. Pra nga syfyri deri në iftar, nuk ha, nuk pi, dhe normal largohesh marrëdhënieve intime. Allahu i rujt. Ky pra normal shfrytëzoje me namaz, me fal namaz, me lexu Kur'an, me bë vepra të mira, me bë lutje. Allahu i rujt. Amin. Si funksionon nata e kadrit? Pra duhet të fillojmë të agjerojmë që tani darkë apo nesër në mëngjes? Nesër në orën 4:19 për afërsisht, pra ndalon ushqimin, pijet dhe deri në iftar, pra në orën 17:55 minuta. Pra njeriu ndalet nga ushqimi, pija dhe
marrëdhëniet intime. Në rregull, agjerojmë pra. Allahu i rujt, Allahu na lehtësoft dhe na e pranoft. Selam aleikum hoxh, kur i bje me uçu me fal tahajjud, sot pas orës 12 apo nesër me 16 pas orës 12? Wa aleikum assalam wa rahmatullah. Me uçu sot edhe nesër, mashallah, mirësi është. Allahu i rujt. Gjithsesi, për natë 4, ne shpresojmë të jetë në natën e 27. Pra nesër mbrëma. Ama ne e kërkojmë këtë 10 net të fundit, kështu që sot, nesër, në vazhdim, pra qohu 1/3 e fundit të natës, subhanallah, Allahu i lartësuar, vjen hadith, zbret me qiellin e dynjas, pra në 1/3 e fundit të natës, dhe thot, a ka dikush që më lutet dhe t'i përgjigjem, a ka dikush që më kërkon dhe t'i jap, a ka dikush që kërkon falje dhe ta fal. Kështu kuptohet për një hadithi. Prandaj, lumë për atë njeri që shfrytëzon 1/3 e fundit të natës me lutje. Allahu na bof për atyre që luten dhe u pranohen lutjet. Amin. A është më mirë të bëjmë dhikr me abdes? Patjetër që e mirë është që muslimani vazhdimisht të me abdes. Allahu i rujt. Por gjithsesi, dhikr njeriu bën në çfarëdo lloj gjendje tjetë, sepse profeti alayhis salam e përmendte Zotin e gjithësisë në çfarëdo lloj gjendje që ishte. Allahu i rujt. Dua të agjëroj në natën e 4, a më quhet hoxh? Një ditë të agjërosh quhet inshallah. Ama normal, besimtari obligohet me agjëru krejt muajin. Ama ai që agjeron një ditë është më mirë se ai që nuk agjeron fare. Allahu i rujt dhe ju dhon të mirësi. Gjithsesi unë këshilloj çdo njërin që nuk ka agjeru deri më sot, ti agjeroj këto ditë që kanë mbet, ku i dihet Allahu i lartësuar e mëshiron dhe bën pjesë të atyre që i liron prej zjarrit të xhehenemit. Zoti na boft prej atyre që dalin prej këtij muaji me gjunahet falura. Amin. Nesër mendohet se është nata e 4, por i bie dita e 26 nesër. Si ta bëjmë? Unë kam nisur me 19. Shumë mirë, edhe unë me 19 e kam nis. Nesër është dita e 26. Ata që agjerojnë për natë 4, agjerojnë sepse thonë ne do të agjerojmë, pra ata që agjerojnë një ditë, ne që agjerojmë gjithë muajin, elhamdulillah e kërkojmë 10 nesh në fundit agjerueshëm jemi. Në rregull. Ata që agjerojnë vetëm për natë 4, pra ditën e natë për natën e 4, ata duan që të agjerojnë dhe të gjejnë nata e 4 agjerueshëm. Kështu që agjerojnë ditën e 26, hyn nata e 27, sepse nata është para ditës. Edhe i gjenë nata e 4 agjerueshëm. Kështu që nesër mbrëma, nata e 27, ne shpresojmë shumë që të jetë nata e 4. Allahu na mundësoft dhe mos na privoft nga mirësitë e saj. Me u fal, me u lut. Allahu i rujt. Selam aleikum hoxh, unë nuk agjeroj dot këto ditë, sepse jam e sëmur. A më falet kjo? Aleikum assalam wa rahmatullah. Përderisa je sëmur, ke arsye. Elus Allahun e lartësuar që të të shëroj, elus Zotin e gjithësisë që të jetë pastrim. Këto ditë që nuk agjeron, i kompenson pas Ramazanit i agjeron, por ti mund të falësh namaz, ti mund të bësh lutje. Pra dhe fal namaz, lutesh, i shfrytëzon këto net me lexim Kur'ani, me lutje, pra vazhdon. Ndërsa përsa i përket agjerimit, përderisa je sëmur, pra këto ditë i kompenson pas Ramazanit. Allahu i rujt, Allahu i dhon të mirësi. Amin. Selam aleikum hoxh, dua të falem për herë të parë në xhami, por nuk di shumë të falem. Ka ndonjë problem? Wa aleikum assalam wa rahmatullah. Wallahi nuk ka asnjë problem. Allahu ta mundësoft. Vetëm shkon në xhami. Me kalimin e kohës mëson. Nuk ka asnjë problem. Gjithë nuk kemi ditë. Me kalimin e kohës mëson. Avash. Mashallah, elus Allahun e lartësuar që të ta mundësoj. Namazi është lidhja e robit me Zotin e gjithësisë. Është qetësim për shpirtin. Është qetësim për shpirtin e njeriut. Dhe patjetër, namazi, pra kur njeriu është në sejdë, është vendi ku është më pranë krijuesit gjithësisë. Dhe profeti ynë sallallahu alaihi wasallam na nxit që t'i shtojmë lutjet aty. Prandaj është hapi më i bukur që merr në jetën tënde. Allahu ta mundësoft dhe Zoti ta mundësoft që vazhdimisht me fal namaz. Amin. Selam aleikum hoxh, është sonte nata e 4 Zotit të rujt. Wa aleikum assalam wa rahmatullah. Ne jemi në kërkim të natës 4. Është në 10 netsh në fundit. Më shumë ti shpresohet të jetë në natën e 27, pra që i bi nesër mbrëma. Gjithsesi ne jemi në kërkim të saj.
Allahu na mundësoft të arim, Allahu na mundësoft të falemi natën e katërt. Kush falet natën e katërt duke besuar dhe shpresuar, i falen atij mëkatet që ka bërë më parë. Duke besu Allahun e lartësuar, me thonë la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah. Nuk ka zot që meriton të adhurohet me të drejtë përveç Allahut. Muhamedi është i dërguar i tij. Pra me thonë me bindje të plotë se ka botë tjetër, ka xhennet, ka xhehenem, që me fitu mirësitë e faljes në natën e katërt. Allahu ju rujt. Unë jam thot e krishterë, por dua të mbaj natën e katërt, cilat janë oraret të lutem. Elus Allahun e lartësuar që t'ju jap mirësi, ju edhe familjes tuaj. Për sa i përket orareve, pra fillon agjerimi afërsisht në orën 4:19 minuta deri në orën 5:55 minuta, pra flas për Shqipërinë. Që të arrish mirësitë e agjerimit, pra mirësitë e natës së katërt, atëherë nevojitet besimi, sepse profeti Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, thot, kush falet natën e katërt duke besuar dhe shpresuar, i falen atij mëkatet që ka bërë më parë. Pra, me besu Allahun e lartësuar një të vetëm. Me thonë, la ilaha illallah, Muhammedun Rasulullah. Nuk ka zot që meriton të adhurohet përveç Allahut, Muhammedi është i dërguar i tij. Me këtë besim, pra arrin shpërblimin e natës katërt, Zotit dhon mirësi. Do me thonë duhet me agjeru të 2 ditët, se për shembull nesër masi të falim teravit vazhdon nata e katërt. Wallahi e mira është me agjeru krejt muajin e Ramazanit, e kemi obligim. Amo ai që do me agjeru, pra për natë katëri, agjeroj këto ditë të fundit. Ai që do me agjeru thot, mëgjej nata e katërit agjerueshëm, atëherë agjero nesër, pra 16 mars 2026, në mënyrë që të gjej nata e 27, se nata është para ditës, të gjej agjerueshëm, pra nata e katërit, inshallah. Allahu ju rujt. Selam aleikum hoxh, unë nuk agjeroj dot këto ditë, sepse jam e sëmur. A më falet kjo? Aleikum assalam wa rahmetullah. Përderisa je sëmur, ke arsye. Elus Allahun e lartësuar që të çroj, elus Zotin e gjithësisë që të jetë pastrim. Këto ditë që nuk agjeron, i kompenson pas Ramazanit i agjeron, por ti mund të falësh namaz, ti mund të bësh lutje. Pra dhe fal namaz, lutesh, i shfrytëzon këto net me lexim Kur'ani, me lutje, pra vazhdon. Ndërsa përsa i përket agjerimit, përderisa je sëmur, pra këto ditë i kompenson pas Ramazanit. Allahu ju rujt, Allahu ju dhon të mirësi. Amin. A lejohet me fal namaz nate pas namazit të vitrit, nëse e kam fal vitrin kur kam falur namaz nate. Allahu ju rujt. Ndodh që tani në Ramazan, për shembull, dikush fal taravit me imamin derisa të përfundoj, pra edhe vitrin. Në mënyrë që pra të shpërblehet sikur është fal gjithë natën. Pastaj natën do me fal namaz nate. Fal nuk ka problem, ka pas prej të parëve të umetit që falnin, pra edhe pasi kishin fal vitrin, ndodhte që çoheshin dhe falnin namaz nate, pra nuk ka asnjë problem inshallah. Allahu ju rujt. Selam aleikum hoxh. Ditët e fundit nuk u ngopa pra me muajin e Ramazanit. Iku na u mundësoft ta kemi kënaq Allahun si ai don. Wa aleikum assalam wa rahmetullah. Po, ditët e fundit. Por ne shpresojmë që Allahu i lartësuar ta ketë pranuar prej nesh. Na e mundësoj të agjerojmë deri në fund, të dalim prej këtij muaji me gjunahe të falura. Ajo që e ngushëllon besimtarin është shpresa tek shpërblimi i madh që ka përgatitur Allahu i lartësuar për agjeruesit. Dhe patjetër ka 2 lloje agjerimesh. Agjerimi që është ndaj gjërave të lejuara, që bëhet në Ramazan ditët e agjerimit. Dhe agjerim ndaj gjërave të ndaluara që ky është gjithë jetën, si në Ramazan edhe jashtë Ramazanit. Dhe nëse përfundon agjerimi, nuk duhet të përfundoj ky agjerimi i dytë. Allahu na ruajt dhe na shpërbleft. Amin. Përshëndetje, nata e katërt, a nuk është ditën e 27 që i bie të martën? Përshëndetje. Nata është para ditës. Dhe në Shqipëri zakonisht e kanë traditë ata që agjerojnë vetëm natën e katërt, që agjerojnë ditën në mënyrë që nata e katërt t'i gjej agjerueshëm. Pra t'i gjej që kanë reflektuar, kanë bëj punë të mirë dhe e presin natën e katërt me kryerjen e një dite agjerimi. Normale mira është me agjeru krejt muajin, patjetër, këto kemi detyrë, por ai që agjeron një ditë është më mirë se sa ai që nuk agjeron fare. Elusim Allahun e lartësuar që na udhëzojë, na drejtojë, na jap mirësi. Kështu që ata agjerojnë pra nesër që i bie hëna
Dhe ndark është nata 27, pra që shpresohet të jetë nata e 4 dhe i gjen ajo natë agjërueshëm. Pastaj e mira është ta agjërojnë deri në fund. Allahu i rujt. Për ato që e nisën Ramazanin një ditë para nesh, sot i bie natë e 4, a bën edhe sonte me quajt? Në çdo natë falemi, në çdo natë lutemi. Për ne, që e kemi filluar agjërimin me datë 19, ne nesër mbrëma, pra shpresojmë më shumë të jetë natë 4. Ama nata e 4 është në 10 netën e fundit të Ramazanit, kërkohet më shumë në të teke dhe shpresohet më shumëti në natën e 27. Dhe ne, nesër mbrëma, shpresojmë të jetë më shumëti. Ama ne falemi çdo natë, dhe çdo natë i lutemi Allahut lartësuar, 10 netën e fundit edhe më shumë. Pra në çdo natë prej netëve të 10 netëve të fundit të Ramazanit, falim namaz nate. Falim taravit, falim prap. Pra edhe pa tjetër që ne jemi në kërkim të saj, Allahu mos na privoft nga mirësitë e natës së 4. A është nata e 4 nesër? Shpresohet më shumëti, nata 27. Ka pas sahab që janë betuar, pra se ajo është nata e 4. Gjithsesi ne jemi në kërkim të saj dhe pa tjetër e lusim Allahun e lartësuar, sidomos në këto 10 net të fundit të Ramazanit, pra besimtarët përkushtohen më shumë, sepse edhe profeti alayhis salam pra përkushtohej më shumë se sa që përkushtohej gjatë pjesës tjetër të muajit. Ama normal ne kërkojmë, në këto 10 net kërkojmë natën e 4, shpresohet më shumë të jetë nata 27 që i bi nesër mbrëma. Allahu na dhont mirësitë e muajit Ramazanit, Allahu na dhont mirësitë e natës 4 dhe mos na privoft. Amin. Selam aleikum, kam besën falet, po ka shumë vezvese, ju lutem një këshill për të. Wa aleikum assalam wa rahmatullah. Do ta jap një këshill, ndiqe këtë video. Allahu ju rujt. Shumë vëllezër dhe motra ankohen për vezveset. Pra thot, kam vezvese në abdes, në namaz. M'bën shumë vezvese, thot. Vllai nderuar, motër e nderuar, në librin El Hilje përmendet se dikush u anku tek njëri prej të parëve. I tha pra që kam vezvese. Pra shejtani kishte cytje prej shejtanit. Dhe ky i thot, a di çfarë? Momentin që të vinë vezvese të tilla, pra cytje të tilla, gëzohu, lumturohu. Tha, do të shikosh që shejtani me të vërtet ka për të heqë dorë. Pse? Sepse nuk ka gjë më të rryer për shejtanin se sa lumturia që ndjen një besimtar, pra lumturia që ndjen një besimtare. Edhe nëse të ndodh diçka e tillë, mundohu mos t'i bindesh. Pra për shembull, mora abdes. E lave gjymtyrën një herë. Alhamdulillah, e lave 2 herë. E lave 3, boll, kalo tek gjymtyra tjetër. E ke la. Mos u kthe tek shejtani, mos ja bë shefin. Pra mundohu të jesh i lumtur dhe do të shikosh që ka për të heqë dorë prej teje. Dhe diçka tjetër i jep edhe një porosi tjetër. Thot, me qeni sinqert. Mundohu që ata dhurim që e kryen me kryen formën më të mirë, sepse shejtani mundohet me bë vezvese kur ke dobësi. Për shembull, kur fal namazin, mos rit mendosh sa shita, sa bleva, ku shkova, çfarë më tha, por kur të falësh namazin, me e fal namazin ashtu siç duhet, siç e përshkruan Haseni, Zoti qoftë i kënaqur prej tij, nipi i profetit alayhis salam, që kur falnin namaz në kohën e profetit alayhis salam, e falnin namazin, pra dhe mendonin sikur ishin pranuar në Siratit, në të djathtë xhenetin, në të majt zjarrin e xhehenemit, para tyre pra sikur kishin Qaben. Imagjinoje ti sikur më u fal para Qabes, përballë Qabes. Dhe pas tyre mendonin sikur është meleku i vdekjes. Pra priste nga moment me i marrë shpirtin. Si e falti namazin, për shembull, me mendu se meleku i vdekjes të pret. Me përkushtimin më të madh e falat namaz. Dhe thot, pasi e kryenim namazin, mendonim ana ka pranuar Zoti apo jo. Elusë Allahun e lartësuar që çdo njërin prej nesh ta ruaj prej vezveseve. Amin. Selam aleikum hoxha, ka hyrë që sonte nata 4, namazi i natës kur falet në xhami Kamës. Wa aleikum assalam wa rahmatullah. Ne jemi në 10 netën e fundit të Ramazanit, në kërkim të natës së 4. Sonte namazi i natës falet në orën 2, ashtu si çdo natë. Dhe ne jemi në kërkim të saj, shpresohet më shumë që të jetë në natën e 27.
Gjithsesi në 10 netën e fundit falemi çdo natë. Allahu i lartësuar na mundësoft të arim natën e Kadrit. Të falemi sepse kush falet natën e Kadrit duke besuar dhe shpresuar i falen atij mëkatet që ka bërë më parë. Allahu mos na privoft nga mirësitë e natës së Kadrit. Amin. Hoxha, prishit agjerimin nëse masim diabetin? Jo. Matja e diabetit nuk e prish agjerimin. Allahu ju rujt. Allahu ju lehtësoft, Allahu ju shëroft. Amin. Nëse agjerojmë vetëm natën e Kadrit, a është mirë? Më mirë se hiç. Me agjeru një ditë është më mirë se sa hiç. Dhe unë të këshilloj që me agjeru. Me agjeru, pra dhe niftar është pra koha ku pranohen lutjet. Vjen në një hadith, profeti alayhis salam 3 lutje nuk refuzohen dhe përmend një ndër to lutja e agjeruesit kur çel iftarin. Kështu që aty bën lutje që Allahu i lartësuar t'jap mirësinë në këtë botë, mirësinë në botën tjetër. E lut Zotin e gjatësisë që të fal, po ashtu natën, pra që është nata 27 e Ramazanit, ku shpresohet më së shumti të jetë nata e Kadrit, me bë lutje o Allah, ti e falës, e do faljen, më fal mua, me kërku Zotit gjithësisë që të t'jap udhëzim, të t'jap mirësi, të t'jap begati, të ta mundësoj t'i bindesh atij, të ta mundësoj të fitosh xhenetin. Kështu që unë këshilloj çdo njërin me agjeru këto ditë që kanë mbet paktën, por nëse jo, agjeroje nesër. Selam aleikum hoxh, po nëse lutem në shqip, a na plotësohen duat, wa aleikum assalam wa rahmatullah, po? Allahu i lartësuar thot në Kur'an, ud'uni astajib lakum, lutmuni mua të përgjigjem ju. Nuk përmend Zoti i gjatësisë se duhet me u lut Zotit në një gjuhë të caktuar. Lutu Allahut të lartësuar ashtu siç ti e ndjen. Ud'uni astajib lakum, lutmuni mua të përgjigjem ju. Në një ajet tjetër Zoti i gjatësisë thot, edhe kur të pyesin ty robërit e mi për mua, unë jam pranë. I përgjigjem lutjes së lutësit kur ai më lutet mua. Kështu që lutu Allahut të lartësuar dhe unë këshilloj çdo njërin që në namaz të lutet në sejdë. Se vendi ku njeriu është më pranë krijuesit të gjatësisë është sejdja. Dhe profeti alayhis salam na orienton që t'i shtojmë sa më shumë lutjet. Allahu ju rujt. Po nëse nuk e ham syfyrin, a është ndonjë problem? Agjerimi është i saktë, por ngrënia e syfyrit ka bereqet. Pra se ti një të ke bërë gjatë natës, ose mund të kesh bërë në fillim të Ramazanit, pra që do agjeroj, kaq mjafton. Por ngrënia e syfyrit ka bereqet. Kush ha syfyrin, Allahu i lartësuar dërgon rahmet mbi ta. Mbi ata që han syfyr. Melajket kërkojnë falje për ta. Prandaj është e udhës që me hëngë syfyr. Nuk ha dot. Qoftë edhe disa glënka uji. Allahu i rujt, Allahu na pranoft agjerimin. Amin. Hoxh, po unë që i them suret para se të fle, nuk falem. Veproj mirë apo si duhet? Duhet me u fal. Ajo që duhet është se duhet me u fal. Kjo është e duhur. Ama leximi i sureve para se të flesh, janë shkak që të ruaj, të mbroj Zoti i gjatësisë. Por unë të këshilloj me fal namazin. Namazi është mburoj, namazi është mirësi, është lidhje e robit me Zotin e gjatësisë. Normal ti mund të lexosh Kur'an, pra mund të bësh lutje, mund të lexosh sure, mashallah shumë mirë, vepër e mirë është. Por unë të këshilloj me fal namazin. Allahu i rujt, kush e fal sabahun është mbrojtjen e Zotit. Pra unë të këshilloj ku ka më mirë se sa robi e fillon ditën me namazin e sabahut, e mbyll ditën me namazin e yatsis. Unë të këshilloj me fal namazin. Allahu ju rujt. Nesër është nata e Kadrit hoxh, nesër është nata e 27. Kush shpresohet më së shumti të jetë nata e Kadrit. Ne jemi në 10 netën e fundit të Ramazanit dhe në këto net, pra në njërin prej këtyre netëve është nata e Kadrit. Më së shumti shpresohet që kjo natë të jetë në natën e 27, pra që i bi me 16 mars 2026. Allahu ju rujt. Hoxhe, djali im 10 vjeç ka agjeruar 10 ditë, ai quhet masha Allah, Allahu e rujt, Allahu e boft hajrit, i quhet inshallah. Ai nuk e ka detyrë. Detyrë ka kur të rritet, kur të arrijë moshën e pubertetit. Para kësaj moshe ka agjeruar 10 ditë, masha Allah, Allahu e rujt, shpërblehet inshallah. Por unë të këshilloj ty pra si mama e ti që djalin avash ti mësosh namazin. Është më i lehtë se agjerimi dhe kur të arrijë moshën, pra e ka të lehtë
si namazin edhe agjerimin, lidhje me Zotin e qetësisë, me Allahun e lartësuar. Dhe nëse njeriu lidhet me Zotin e qetësisë, Allahu i lartësuar nuk e le kurrë në humbje. Allahu i rujt, Allahu e boft hajrit djalin tuaj. Amin. A prishet agjerimin me po analiza përmes gjakut? Analizat e gjakut nuk e prishin agjerimin. Allahu i rujt. Selam aleikum hoxh, kur ne bëjmë një gabim dhe mamim rref, a është haram Zotit të ruajt? Wa aleikum assalam wa rahmetullah. Amin edhe ju. Ej lum dora. Allahu i rujt. Shiko. Thuaj mamas tënde. Le të marr për shembull profetin alayhis salam. Ai është shembulli ynë në çdo aspekt. Edhe në edukimin e fëmijëve. Profeti sallallahu alaihi wasallam nuk ka goditur asnjëherë asnjërin prej bashkëshorteve të tij, asnjë shërbëtor. Pra nuk ishte metode profetit alayhi salatu wasalam që të rrihte njerëzit. Kështu që mundohu thuaj që të jetë fjala e mirë, këshilla e mirë, lutja, me stimulu fëmijën, pra si, me eduku në atë formën e duhur. Allahu na përmirësoft të gjithëve. Allahu të rujt. Pastaj mos bëj gabime. Të lutem më tregon një dua se kam një provim. Zoti të rujt. Amin. Allahu ju rujt edhe ju. Për çdo vështirësi, çfarë do lloj vështirësie të hasësh, boje këtë lutje. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alu al-hazna idha shi'ta sahla. Boje këtë lutje. Patjetër, merri shkaqet, mëso, lexo, studio. Boje këtë lutje se suksesi është në dorë të Allahut të lartësuar. Wa ma tawfiqi illa billah. Pra dhe suksesi im është vetëm prej Allahut. Kështu kuptohet prej ajetit. Zoti ju rujt. Hoxh, po unë që i them suret para se të fle, nuk falem. Veproj mirë apo si duhet? Duhet me u fal. Ajo që duhet është se duhet me u fal. Kjo është e duhur. Ama leximi i sureve para se të flesh, janë shkak që të ruaj, të mbroj Zoti i gjatësisë. Por unë të këshilloj me e fal namazin. Namazi është mburoj, namazi është mirësi, është lidhje e robit me Zotin e gjatësisë. Normal ti mund të lexosh Kur'an, pra mund të bësh lutje, mund të lexosh sure, mashallah shumë mirë, vepër e mirë është. Por unë të këshilloj me e fal namazin. Allahu i rujt, kush e fal sabahun është mbrojtjen e Zotit. Pra unë të këshilloj ku ka më mirë se sa robja e fillon ditën me namazin e sabahut, e mbyll ditën me namazin e yatsis. Unë të këshilloj me fal namazin. Allahu ju rujt. Nëse agjerojmë vetëm natën e 4, a është mirë? Më mirë se hiç. Me agjeru një ditë është më mirë se sa hiç. Dhe unë të këshilloj që me agjeru. Me agjeru, pra dhe niftar është pra koha ku pranohen lutjet. Vjen në një hadith, profeti alayhis salam 3 lutje nuk refuzohen dhe përmend një ndër to lutja e agjeruesit kur çel iftarin. Kështu që aty bën lutje që Allahu i lartësuar të jap mirësi në këtë botë, mirësi në botën tjetër, e lut Zotin e gjatësisë që të fal, po ashtu natën, pra që është nata 27 e Ramazanit, ku shpresohet më së shumti të jetë nata e 4, me bo lutje, o Allah, ti e falës, e do faljen, më fal mua, me kërku Zotit gjithësisë, të t'jap udhëzim, të t'jap mirësi, të t'jap begati, të ta mundësoj t'i bindesh atij, të ta mundësoj të fitosh xhenetin. Kështu që unë këshilloj çdo njërin me agjëru këto ditë që kanë mbet paktën, por nëse jo, agjëroje nesër. Selam aleikum hoxh, po nëse lutem në shqip, a na plotësohen duat, wa aleikum assalam wa rahmetullah, po? Allahu i lartësuar thot në Kur'an, ud'uni astajib lakum, lutmuni mua të përgjigjem ju. Nuk përmend Zoti i gjatësisë se duhet me u lut Zotit në një gjuhë të caktuar. Lutu Allahut lartësuar ashtu siç ti e ndjen. Ud'uni astajib lakum, lutmuni mua të përgjigjem ju. Në një ajet tjetër Zoti i gjatësisë thot, edhe kur të pyesin ty robërit e mi për mua, unë jam pranë. I përgjigjem lutjes së lutësit kur ai më lutet mua. Kështu që lutu Allahut lartësuar dhe unë këshilloj çdo njërin që në namaz të lutet në sejdë. Se vendi ku njeriu është më pranë krijuesit të gjatësisë është sejdja. Dhe profeti alayhis salam na orienton që t'i shtojmë sa më shumë lutjet. Allahu ju rujt. Po nëse nuk e ham syfyrin, a është ndonjë problem? Agjerimi është i saktë, por ngrënia e syfyrit ka bereqet.
Pra se ti një të ke bërë gjatë natës, ose mund të kesh bërë në fillim të Ramazanit, pra që do agjeroj, kaq mjafton. Por ngrëmja e syfyrit ka bereqet. Kush ha syfyrin, Allahu i lartësuar dërgon rahmet mbi ta. Mbi ata që hanë syfyr. Melajket kërkojnë falje për ta. Prandaj është e udhës që me hëngë syfyr. Nuk ha dot. Qoftë edhe disa glëka ujë. Allahu i rujt, Allahu na pranoft agjërimin. Amin. O hoxha, mundesh të më tregosh një dua shumë të fuqishme për të patur sukses? Po patjetër, profeti ynë sallallahu alaihi wasallam na tregon në një hadith, siç kuptohet prej fjalëve të tij, një lutje që nëse lutet një besimtar me të, ja pranon Allahu i lartësuar lutjen. Është lutja që ka bërë profeti i Zotit Yunusi alaihi salam kur ishte në barkun e balenës. Errësira e natës, errësira e detit, errësira e barkut balenës. U lut dhe tha, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç teje. I lartësuar je, unë i bëra pa drejtësi vetes time. Allahu i lartësuar e shpëtoi Yunusin alayhis salam. Prandaj vlla im, motra ime, ke një dëshirë, ke një lutje. Thuaj, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Dhe pas shprehet dëshirën, lutjen që ke, Allahu ju dhënë mirësi. Amin.